Le të ndalemi tek tema jon, pas më shumë në fakt ta prezantoj pak edhe më pas të përqendrohem tek i ftuari dhe me pyetjet për kanë, se pas më shumë se 35 vitesh tranzicion, fshati shqiptar duket sikurse po përballet me një realitet shqetësues, se sipërfaqet e mbjella po të kurren nga viti në vit, blegtoria është në rënje, ndërsa gjithnjë e më shumë tokat mbetet djerë, e themi neve. Nuk e di si do ta përshkruanit ju gjendjen e bujqësisë shqiptare sot pas më shumë se 3 dekadash tranzicion. Në rënje. Që në rënje, këte i tham edhe me statistika. E dim të gjithë dhe për këtë janë tregusët. Tregusët, do të thonë të cilët. Por, ajo që e ka sjellë këtë situatë këtu është, pikërisht ne jemi larg suportit shtetëror në krahasim me vendet afër. Me vendet afër. E rajonit, themi. Me rajonit, sepse nuk po diskutojnë të suportohet bujku jon një lloj si francezi. Por të paktën si kosovare e mendoj që është normale, si maqedonë si është më normale. Mi po ato e kanë më tepër se 2 fishin krahasim me ne. E njëjta situatë edhe për blegtorinë, të cilët ata kanë mbi 2 fishin e subvencionimit. Kështu që kjo situatë po vazhdoi kështu, kjo vazhdon në rënje tjetër. Dhe ashtu sikur se ju e thatë, të dhënat